Ne të kthehemi tek sfidantja e radhës Britena Bedo, Tiranë. Profesioni juaj? Mjeke pediatre. Mjeke pediatre? Po, pediatre. Sa shumë kam kërkuar që të vi një mjek përballë meje. Pediatre, por e profilit? E përgjithshme? Pneumoalergologe. Kush është aktiviteti juaj gjatë një dite, përpos punës? Aktiviteti im gjatë një dite është më shumë punë. Punë? Punë. Sepse duke qenë se unë jam mjeke, më duhet të bëj edhe shërbimet e 24 orëshe në spital, kështu që ka ditë në të cilat mua më duhet jem patjetër aty. Pushimi është i rëndësishëm, sepse i shërben punës. Dhe për mua një mjek i lodhur nuk do ishte mirë, nuk do të lodhur shumë. Unë nuk jam e lodhur, unë jam e kënaqur nga puna që bëj. Jo, i lodhur në konceptin fizik. Po, por nuk kjo gjë më kënaq, më sjell realisht kënaqësi dhe në momentin që më duhet të argëtohem, zgjedh pushimet e mia 3 herë ose 4 herë në vit, dhe atëherë realisht. Edhe në fundjavë doktoresh nuk pushoni? Ndodh ndonjëherë që në fundjavë të pushoj. Prandaj kjo është pjesa e saj që i bën mjekët të jenë fisnik se nuk kanë orar. Gjithmonë në shërbimin tonë. Respekt për punën e mjekëve.